Olc, çfarë po ndodh aktualisht në luftën e nisur midis Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Iranit, sidomos tani më që kemi edhe eliminimin e liderit suprem të Iranit. Si e vlerëson situatën e krijuar, sepse herën e fundit që ishim bashk, ishte diçka që nuk është se parashikohej të ndodhet paktën kaq shpejt. Tani që me vrasjen e udhëheqësit suprem, i cili në të njëjtën kohë është, si më thënë, papa i 18% të myslimanëve të botës, pra i rreth 300 milion njerëzve, ka ndodhur një eksplozion urrejtje dhe lufte të paparë në lindjen e mesme. Kuptohet që në luftën kryesore e drejton Irani. Për iranianët, vrasja e liderit të tyre suprem ka ardhur si një shok i madh. Sigur të vinte Tel Abije, sigur Izraeli të vriste papën e Romës, që normalisht ne do kishim një shpërthim urrejtje globale. Dhe kjo është situata aktuale. Iranianët janë çmendur dhe kemi një luftë pa limit në lindjen e mesme. Në këto 24 orë, 48 orët e fundit, Irani ka sulmuar 15 vende. Po sulmohen të gjitha këto diktaturat e Gjirit Persik, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Arabinë Saudite, Bahrejnin, Omanin, etj. Po sulmohen bazat amerikane në këto vende, apo... Po sulmohen bazat, po sulmohen edhe në rastin e Arabisë Saudite. Irani sot ka bombarduar një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Arabinë Saudite, është sulmuar një nga implantet kryesore të nxjerrjes së gazit në Katar, dhe qëllimi i Iranit tani është të shkatërrojë ekonominë globale. Pra Irani në këto momente është në luftë, kuptohet, me armikun kryesor Izraelin, bile sipas njoftimit të Gardës Revolucionare Iraniane, supozohet që Netanyahu është goditur duket sot, kur ka patur një mbledhje me qeverinë e tij dhe Garda Revolucionare e ka sulmuar me një nga këto raketat Khorramshahr, raketë termobarike, ku shpresa e iranianëve është që të kenë vrarë shefat e shtabit të ushtrisë izraelite së bashku me Netanyahun. Pra Irani është luftë me Izraelin, e para, e dyta, po godet të gjitha bazat amerikane, jo vetëm lindjen e mesme, në 48 orët e fundit, deri në momentet që ne po flasim, Irani është duke goditur edhe Kipron greke, domethënë vend i NATO-s dhe i Bashkimit Sovjetik, ka goditur Bashkimit Evropian. Po, çfarë thash në Bashkimin Sovjetik? Jam lodhur se kam gjithë ditën nëpër televizione edhe me punë edhe me elektroni. Ka goditur bazën franceze, baza Camp de la Paz, që është në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka goditur një bazë italiane, që është kampi NATO-s në Emiratet Arabe Ali Al Salem, dhe ka goditur edhe bazën e britanike në Akrotiri në Kipro. Përveç goditjes së Francës, Italisë, Mbretërisë Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, Irani ka goditur regjimet kukulla apo zioniste arabe, Emiratet e Bashkuara Arabe, në Dubai dhe në Abu Dhabi po bëhet nami. Irani po godet me dronet e tij jo vetëm instalimet ushtarake amerikane në Emiratet Arabe, por edhe zyra të FBI-s, të FBI-s,
ambasadën amerikane në Kuwait, ambasadën izraelite në Abu Dhabi, do të thënë Emiratet Arabe po digjen totalisht. Në Arabinë Saudite ka goditur si një nga bazat ushtarake amerikane, gjithashtu edhe këtë qendrën e rafinerinë e naftës. Në Katar ka goditur sot godet për ditë bazën Al Udeid, dhe në Katar ka goditur edhe huset e gazit. Në Kuwait ka ndodhur sulmi më spektakolar, ku iranianët duket se po kanë sukseset më të mëdha, ndërsa dje vranë me dron disa ushtar amerikan dhe plagosën shumë të tjerë. Tani nuk dihen shifrat. Garda revolucionare thoshte që kemi vrarë 540 ushtarak amerikan, por ne nuk e dim se ku janë këta. Ndërsa Centkomi amerikan pranon vetëm 4 vdekur edhe nuk jepet numri të plagosurve. Por gjëja më interesante thotë është se Irani kur ka goditur Kuwaitin me dron, janë çuar 3 avion amerikan F-15, me sa duket që të goditën dronët, dhe në të 3 avion F-15 janë rrëzuar. Fillimisht pala iraniane pretendonte se ishin sistemet kundër ajrore iraniane që i rrëzuan, kurse versioni që po nxirret nga qeveria e Kuwaitit është që sistemet anti-raketore kuwaitiane kanë rrëzuar 3 avion amerikan. Është goditur, kuptohet, një bazë amerikane në Jordani, në Irak, në Bahrein, baza e flotës shtetë amerikane është djegur totalisht. Në Oman janë shkatruar pjesë të një nga porteve të Omanit që shërbenin si pikë servisi për luftanijet amerikane. Është goditur Siria e Ahmed al-Sharës, dhe goditja më interesante është ajo e Shqipëros, dhe përveç kësaj, edhe pse Centkomi amerikan refuzon, ushtria iraniane, mediat iraniane kanë ky është momenti kur bie avioni amerikan. Këtu jemi në Kuwait. Po, këtu është në Kuwait, ku janë edhe këta pilotët që u parashutuan. Por, domethënë, goditja më interesante, se më doli nga mendja, është goditja në Qipro, e një prej bazave më të mëdha ushtarake britanike, ku britanikët aty mund të kenë nuk e di sa ushtarë, i 2021 se po dëgjoja shifrat më herët. Pra, Irani ka nisur një luftë masive në gjithë rajonin, dhe goditja e Qipros, që është vend i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, për mendimin tim është pika më kritike, nga që iranianët thonë tani që ne nuk na intereson fare atë me ato asnjë gjë, ne bëjmë luftë me të gjithë. Por ne shqiptarët kjo ka një rëndësi shumë të veçantë. Kush është rëndësia? Është se që nga viti 2016 Edi Rama, për të qëndruar në pushtet, vendosi që të luaj Emanuel Samozën për shqiptarët me amerikanët apo Saddam Husseinin, dhe e ktheu Shqipërinë në bazë të terrorizmit anti-iranian, duke krijuar një shtet brenda shteti që është territori që ka fuqi ekstraterritoriale, që është kampi i mujahidinëve në Manës. Tani, shumë nga sulmet që bëhen kundër Iranit, duke përfshirë edhe sulme në të kaluarën ku bën sulmet kibernetike etj, janë bërë nga mujahidinët e Manzës, dhe Irani i ka shpallur ata prej kohës terrorist. Tani, çfarë po ndodh në këto momente është se, domethënë, në këto ditët e fundit kam pas debat me kolegun tim Gjergj Thanasin, se i thoja Gjergjit, ore do godasi Irani Manzën. Edhe më thoshte Gjergj, jo nuk do ta godasi, thoshte se ne jemi shteti NATO-s, artikulli 5 i NATO-s dhe të vërtit. Ja, kur Irani ka goditur Shqipëron, vendi NATO-s, dhe NATO nuk po bën asnjë gjë. Dhe unë mendoj se precedenti i goditjes, edhe përpara pak minutash, Irani prapë kishte dërguar dron duke goditur Shqipëron, saqë presidenti i Shqipëros ka dalë në panik, thotë ne nuk kemi asnjë gjë me iranianët, nuk kemi në luftë etj, që ka dhënë paniku shqipriotët.
Dhe Irani nuk po pyet më për NATO, për gjë, edhe dalte rasti i Shqipërisë, unë mendoj se Irani në këtë gjendje mendore që janë iranianët në këto momente, ata kanë shkuar në amok, sepse atyre u është zbërar imami. Domethënë, imagjinoni çfarë do ndodhte sikur fjala bie Izraeli bombardonte Vatikanin edhe briste papën. Nuk do të vjente katolik në botë pa u çuar bënte luftë kundër Izraelit. Dhe Benjamin Netanyahu këtë bëri me idiotësinë e tij. Ai domethënë vrau papën e shiitëve dhe në këto momente Irani po bën luftë pa kufi dhe unë jam i mendimit që iranianët në këtë gjendje mendore që janë tani, me pak provokim, do jenë gatshëm që të godasin Manzë. Olc. Dhe çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh është se këtij provokimi po i shtohen këto deklaratat e këtij drogaxhiu që kemi ne për kryeministër, që bën 1-2 postime në Twitter, jo qeveria kameneiste, jo Ktheuani. Ky është duke kryer zjarre, dhe kjo është diçka shumë e rrezikshme për Shqipërinë. Në një kohë që vendet evropiane, që nga Spanja, Norvegjia e të tjerë, të gjitha janë distancuar nga sulmi izraelitëve, kanë dënuar atë, sepse Izraeli bëri një krim të pa imagjinueshëm, të vrasësh papën e 300. Po kam një ndërhyrje. Ishte e pa imagjinueshme, domethënë që kjo të ndodhte, për shkak se të paktën në sulmet vjet në qershor, Imam Khamenei gjendej nën bodrume i garantuar. Si është e mundur që, sepse është në një farë mënyrë edhe një tregues, u lexuas një dobësi e Iranit, goditja e imamit, e liderit suprem të Iranit. Në një farë, ajo që dua të kuptoj është dobësi, apo është, le të themi, se di si të da them. Apo kemi të bëjmë me një vendim të liderit suprem për t'u martirizuar, sepse ndodhej në zyrën e tij ku punonte çdo ditë. Ndoshta ka qenë dëshira e tij për t'u martirizuar. Khamenei ishte burr plak 86 vjeç, njeri gjysmë i paralizuar, e që dorën e majt apo të djathtë e kishte të paralizuar që kur i kanë vënë bombë këta mujahidinët e Manzës, njeri që nuk heste dot, që ecë me pateritë me zirrin në këmbë. Dhe me sa duket Khamenei, domethënë ka qenë shumë mot fokçarës, edhe ndoshta ka ecur me idenë që po do të vrasë Izraeli, do jetë risku i Allahut, le të vrasë. Mendoj se kjo do të jetë arsyeja, nga që sikur e the ti, por këtë e thonë edhe shumë analistë të tjerë, që Khamenei ditën në diell, në një kohë që Amerikanët kishin çuar flotën e tyre afër Iranit dhe gjithë e dinin që ata do godisnin, që ai të shkonte dhe të bënte takime të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në atë që quhet Beit el-Rahber, që do thotë shtëpia e udhëheqësit, për mua do më thënë tregon një neglizhencë totale, ose ndoshta mos kollëqarje që po të doj Izraelit të na sulmoj, le të na sulmoj. Nuk di se si ta shpjegoj, ama ajo që ka bërë Izraeli për mua do më thënë është diçka e pa imagjinueshme. Do më thënë, imagjinoni çfarë do ndodhte sikur Izraeli i kishte keq, Netanyahu i kishte keq punën me papën e Romës dhe një ditë vendoste që bombardonte Vatikanin dhe ta briste papën brenda. Domethënë, është diçka e paparë, e pa dëgjuar në historinë e njerëzimit. Por është precedent. Është precedent i rrezikshëm, është shkelje e rregullave dhe ligjeve ndërkombëtare dhe kjo është shkapërcim i madh. Po ku e çon botën kjo? Domethënë, dëgjoj, këtë precedent e bëri Trumpi në janar kur shkoi dhe rombeu Maduron dhe vrau gjithë ata njerëz mes Venezuelës. Ishte Trumpi i pari që e bëri. Por problemi është që Irani nuk është Venezuelë dhe Khamenei nuk është Maduro. Se domethënë Khamenei është papa. Është papa i shiitëve, papa i 300 milion muslimanëve në botë. Dhe ti nuk e vret dot papën.
Dhe kjo që ka bërë ky Netanyahu, për mua, është nga çmendurit më të papara në historinë e njerëzimit. Sot Garda Revolucionare, si u thash më herët, deklaron që ka goditur me raket Khorramshahr një takim të Netanyahu dhe ka shumë shpresa nga iranianët që ta kenë vrarë atë, por ngjelet për të parë nëse iranianët e kanë vrarë apo jo. Por me këtë që Netanyahu ka bërë, i ka hapur botës, vetes, Amerikës, njerëzimit, një luftë të pa imagjinueshme. Filozofë që nga Aleksandr Dugini, gjithë janë po çmendën, domethënë me gudimin e iranianëve, me agresivitetin e tyre. Në këto momente që ne flasim, iranianët kanë mbyllur ngushticën e Hormuzit dhe çmimi i naftës nëpër bursa sot ishte rritur me $10. 50%. I gazit 50%, sepse Katari është furnizuesi më i madh me gaz i botës. Domethënë gazi 50%, nafta ishte çuar me $10, por nafta do të rritet akoma edhe më tepër nga që Irani ka mbyllur kanalin e Hormuzit. Dhe ne po shohim për një krizë të paparë ekonomike që do t'i vijë njerëzimit. Njerëzimi nuk do ketë më naftë, nuk do ketë gaz, do ketë shkurtime. Dhe ngritja e çmimit të naftës do ngrit çmimet e gjitha produkteve, sepse vlera e produkteve e mallrave që njerëzit përdorin ka të bëjë me vlerën, me koston e transportit. Po milicit, Olc, Hezbollahu, milicit në Irak, Huthit, çfarë informacionesh kemi, për shkak se edhe ti e përmendë, domethënë ai ka qenë lideri shpirtëror i gjithë muslimanëve shiit. Çfarë mendon se do të bëjnë? Hizbullahi sot po dihet, domethënë ka goditur Izraelin, po nuk dihet a është Hizbullahi apo jo, po unë besoj që është ai. Dhe me sa unë po kuptoj, Hizbullahi ka hyrë në luftë në krah të Iranit, edhe me sa unë kuptoj Hizbullahi po pret që këto popullatat shiite që jetojnë në jug të Libanit të largohen nga jugu dhe të vinë drejt Beirutit edhe zonave tjera, dhe ndoshta do të shohim një nisje të një lufte të madhe nga Hizbullahi, sikur ajo që bëri Hasan Nasrallahi ku ishte gjallë. Ndoshta mund të kemi edhe sulm apo përpjekje për të pushtuar Izraelin me trupa toksore, se ky ka qenë projekti i hershëm i Hizbullahit. Dhe shumë faqe që merren me burime inteligjente thonë që në këto momente që Izraeli i ka vrarë shumë nga krerët e ushtrisë Hizbullahit, ushtrinë e Hizbullahit e drejton Garda Revolucionare Iraniane. Pra, përveç se Hizbullahi ka gjutur me disa raketa, unë them që ndoshta në ditët vijim mund shohim ndoshta përpjekje nga iranianët dhe libanezët për të nisur një sulm toksor nga Izraelit, përveç sulmeve me raketa. Këto milicit irakene janë të gjitha në luftë dhe koordinojnë me Iranin sulmet me dron nda Izraelit dhe bazave ushtarake, dhe në luftë kanë hyrë edhe Houthi apo qeveria e Yemenit të Veriut, e cila ka mbyllur detin e Kush dhe nuk lejojnë anijet që kalojnë aty. Ndërkohë, situata në Iran si është, Olc? Çfarë informacione kemi? Iranianët janë mësuar me luftë. Nga që iranianët u rritën në një luftë 8 vjeçare që ka qenë lufta Iran-Irak, kur Saddam Husseini sulmonte me raketa që merrte nga Bashkimi Sovjetik dhe nga amerikanët, sulmonte Iranin. Është ajo që quhet lufta e qyteteve, ku Irani godiste me raketa dhe Iraku godiste gjithashtu. Izraeli dhe amerikanët kanë bërë bombardime masive në ditët e fundit, po rrafshohen lagje të tëra të Teheranit. Një nga statistikat që lexova dje, amerikanët, izraelitët kanë bërë 1200 goditje në Iran. Megjithatë, unë po flisja me një iranian që jeton këtu në Malajzi dhe thash si është situata është mirë, nuk ka asnjë gjë. Nga që edhe pse janë bërë 1200 goditje, bombardime, to janë bërë në Teheran,
në Isfahan, në për qytetet e mëdha, por duhet ta kemi parasysh që Irani është shtet super i madh dhe i fuqishëm. Domethënë në hartë Irani fillon që nga ngushtica e Gjilbaltarit, që është në Spanjë, edhe mbaron në portin e Hamburgut në Gjermani. Domethënë është si të marrësh Gjermaninë, Francën, Spanjën së bashku. Dhe sado që të godasin Amerikanët në raketa Tomahawk e tjerë, të shkatrojnë baza ushtarake, të shkatrojnë rajonet policisë, të vrasin njerëz, sepse ku po lexoja një lajm që deri tani amerikanët kanë vrarë rreth 500 iranianë, edhe me mirat plagosur. Po. Ku vrasja më e madhe ndodhi në një provincë të Iranit ku izraelitët apo amerikanët bombarduan një shkollë vajzash dhe kanë vrarë 150 vajza të vogla. Megjithatë, domethënë Irani është shumë i madh dhe Irani nuk ka problem, se Irani ka atë që njihet si strategjike. Domethënë digje Teheranin, digje lagjet e Teheranit. Prapë është vendi shumë i madh që ti përballoj këto, po është ndryshe me Izraelin, domethënë bombardimet që po bën Irani, po, edhe me Emiratet Arabe, domethënë sidomos me këto beduinatet arabe. Dhe duhet të kuptojmë një gjë që vende sikur Katari, sikur Riyadhi në Arabinë Saudite, sikur Dubai, sikur Abu Dhabi në Emiratet Arabe, këto janë oaze në shkretëtir, dhe këto oaze ekzistojnë palë teknologjisë. Në momentin që ti i prish rrjetin energjetik, që i prish implantet e filtrimit të ujit, njerëzit vdesin aty, se aty është vap. Aty shkon temperatura 50 gradë. Dhe çfarë po ndodh në këto momente është që Dubai është në një kaos total, Katari në një kaos. Dje qeveria britanike kishte urdhëruar, kishte nisur procesin e largimit të 76.000 britanikëve që jetonin në Dubai, por nga që aeroportet janë mbyllur, se Irani i godet gjitha aeroportet, shumë prej tyre kanë nisën që të largoheshin me makina nga Emiratet Arabe, por në Arabi Saudite, nga Arabia Saudite në Jordani, në Siri për dalë nëpër Turqi, dhe Irani vetëm sot i kishin kërkuar leje Emiratasit, dhe Emiratasit kishin hapur aeroportin e Dubait vetëm për 1 orë apo 2 orë, se vetëm 1-2 orë kishin dhënë leje iranianët, që të largonin disa nga avionët që janë aty, nga që po bëhet nami. Dhe problemi tjetër që po bëhet është se Irani është duke goditur hotele, qendra apo kondominiume, domethënë pallate të mëdha të shtrenjta, sikur janë Felabia ato pallatet të liçenit Tiranë dhe tjerë, ku jetojnë ushtarak britanikë dhe amerikanë. Garda revolucionare iraniane i ka dhënë ultimatum ushtarakëve dhe familjeve të tyre që të ulin armët edhe të largohen sa më shpejt, sepse përndryshe ultimatumi i ushtrisë iraniane është që do t'u vrasin gjithëve. Dhe domethënë Irani përveç bombardimit të bazave është duke bombarduar hotele, duke bombarduar pallate ku qëndrojnë spionët, agjentët, ushtarakët amerikanë, britanikë e tjerë. Holc, ndërkohë se ishim tek Irani, kam një hartë aty regjia të etnive që përbëjnë domethënë Iranin, nëse është e mundur. Çfarë po ndodh me këto etni? Apo realizohet ajo plani për një kryengritje, sepse ky është në një farë mënyre, kjo është edhe thirrja që ka bërë Netanyahu. I ka bërë thirrje këtyre etnive që përbëjnë. Dëshira e Netanyahut dhe e CIA-s amerikane kjo ka qenë, domethënë që të gjitha këto kombet që jetojnë në Iran, sikur arabët, lurët, kurdët, turkmenët, azerët, tjerë, të çohen në luftë dhe të braktisin Republikën Islamike dhe të krijojnë, ta ballkanizojnë Iranin. Domethënë pak a shumë atë që i bën Perandorisë Osmane. Por kjo nuk po ka sukses, dhe fakti kryesor është se Irani, duke qenë një shtet teokratik, nuk është shtet që provokon njerëzit që të urrejnë koekzistencën.
Nuk është fjala bie si kur u bë perandoria osmane në kohën e Xhoturqve, ku nacionalizmi turk i provokoi shqiptarët, kurdët, arabët dhe popullatët e tjera që thoni nuk duam të jetojmë me Turqinë. Udhëheqësi i Iranit Khamenei që vdiq ka qenë turk, azer. Presidenti i vendit Pezeshkiani është azer dhe minoritetet janë në pushtet aty dhe ndajnë pushtet dhe edhe pse gjuha që flitet është persishtja, që është gjuha e grupit kryesor etnik, nuk ka gjasa. Kuptohet që Amerikanët, Mossadi kanë sponsorizuar grupe të ndryshme separatiste. Një nga arsyet pse dje Irani ka bombarduar Erbilin në Kurdistan dhe ka bombarduar bazat e kurdëve është nga që Irani i di përgatitjet e Amerikanëve dhe Mossadit për të përdorur kurd, separatist kurd, apo edhe ISIS-in apo Daeshin, këta që u liruan nga burgjet e Sirisë, për të organizuar sulme në Iran. Po Irani shumë i madh, shumë i fuqishëm dhe nuk besoj që këto janë probleme. Problemi më i madh për Iranin janë Amerikanët dhe Izraelitët. E fundit Olc, përmendë Alexander Dugin. Alexander Dugin ka parajmëruar Rusin dhe i ka thënë që nëse do t'i lejoj që aleatët e saj të bien një nga një duke filluar nga Siria, Venezuela, apo qoftë edhe Irani, radhën do ta ketë Rusia. Si e vlerëson pozicionin e Rusisë në raport me situatën e krijuar në Iran sot? Apo e ndihmon dhe po e mbështet Rusia Iranin? Unë besoj që Rusia është duke e mbështetur Iranin. Nga njoftimet më të fundit të ditës sotme është që ushtria iraniane ka filluar të patrullojë territoret e saj me avion Su-35, që janë avionët më të fundit rus, dhe unë besoj që këta avion, rrezik edhe pilotët do t'i ketë rus, se ndoshta Irani nuk i ka arritur që t'i trajnoj pilotët e tij për të përdorur këta avion. Irani në këto momente është duke koordinuar me Rusin, edhe pse Rusia nuk është hapur në konflikt, dhe në veçanti me Kinën. Një nga arsyet e suksesit të kundër sulmit iranian kundër amerikanëve, ku ata e kanë mbyllur gjirin persik, domethënë amerikanët nuk janë më aty, i ka përdhënë nga gjiri persik. Dhe po arrin që të godasi me përpikmëri bazat amerikane që nga Kipro e deri në Kuwait, unë besoj ka lidhje me inteligjencën dhe spionazhin kinez. Irani është duke përdorur programin satelitor Baidu për të komanduar dronët dhe raketat e tij, nuk përdor më GPS-in amerikan. Dhe ne shohim përdit në internet se si kompanitë satelitore të spionazhit kinez ngelen duke publikuar foto ku tregojnë vendodhjen e avionëve amerikan. Dhe unë besoj që Kina është duke bashkëpunuar në mënyrë perfekte me Iranin, nga që duhet ta kuptojmë një gjë që si për Kinën, si për Rusin, Irani është një vend shumë i rëndësishëm. Për Kinën, Irani është Ukraina numër 2 dhe Putini nuk do lejojë në asnjë mënyrë që të rrëzohet qeveria islamike dhe në vend të saj amerikanët të sjellin një Zelenski apo një Edi Rama. Dhe nga që Iranin e kanë shtet kufitar ata, dhe në qofse bie Republika Islamike dhe instalohet një republik apo një monarki natoiste zioniste, ky është problemi i madh për Rusin, nga që Rusia e ka Iranin sikur e kishte Krimen, e kishte rrugdaljen e saj për në det. Po. Dhe nëpërmjet saj linjës hekurudhore transnacionale që fillon në Shën Petersburg edhe mbaron në portin e Çabaharit. Ndërsa për Kinën, edhe për Kinën është problemi i madh, nga që edhe Kina e ka fshinj Iranin, Kinën me Iranin e ndan Afganistani,
Dhe Kina është blerësi kryesor i naftës iraniane. Dhe kinezët e panë se Trumpi me gjithë idiotësirat e tij që ka një gjë që është njeri drejt për drejt. Dhe ai tha kur rrëzoi Maduro nga pushteti, tha nuk do të lejojmë më tha që nafta e Venezuelës ti shkoj Kinës, dhe që kur u rrëzua Maduro, Venezuela nuk shet më naftë Kinës. Dhe në qoftë se amerikanët do të rrëzojnë Iranin dhe do të sjellin Shah Reza Pahlavin si shah, Reza Pahlavi e ka deklaruar hapur që ka thënë që naftën tonë do të japin vetëm Perëndimin, nuk do të japin Kinës. Dhe Irani është një aleat shumë i rëndësishëm, gjeostrategjik për Kinën, dhe nga që makina ekonomike kineze mbahet nga nafta iraniane në një pjesë mirë të saj. Duket që është një përplasje shumë e fortë midis dy botëve. Si e shikon përfundimin? Përfundimin, Allahu e di, por unë mendoj që Irani në këto momente është sikur Polonia në 1939. Do kemi përballjen e Evropës të Bashkuar në Gjermaninë naziste dhe të Evrazisë të Bashkuar në Bashkimin Sovjetik. Janë këta dy kolos që përplaten me njëri tjetrin, dhe ashtu sikur Gjermania shkoi në luftë me Stalinin, me Bashkimin Sovjetik, për arsyen se kush do kontrollonte Polonin, e njëjta gjë dhe amerikanët dhe britanikët dhe francezët hynë në luftë gjithashtu nga që nuk donte që Gjermania ta kontrollonte Polonin. E njëjta gjë po ndodh në këto momente për Iranin. Edhe pse lufta që ne shohim në këto momente është ndërmjet Iranit dhe Izraelit, i cili kontrollon Amerikën, po të tërhiqemi pak më larg do shohim që përveç kësaj muzhikërisë të polakëve dhe ukrainasve që sot janë në Izrael, janë interesat e perandorisë anglo-amerikane, të cilat nëpërmjet zagarit të tyre Izraelit kërkojnë që ta shkatrojnë Iranin, ta rrëzojnë regjimin dhe të sjellin një regjim kukull.